Përmirësimi i ofertës turistike në zonën Shkodër-Velipoj përmes investimeve në infrastrukturën rrugore është në fokus të një kontrate të lidhur së fundmi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Sipas njoftimit të bërë në sistemin e Bankës Evropiane për Rindërtimin dhe Zhvillim, kontrata ka një vlerë prej rreth 2 milion euro, ndërsa punimet do zbatohen nga bashkimi i disa kompanive. Tenderi u hap në korrik të vitit të kaluar, teksa në dokumente shoqëruese bëhej me dije se projekti është një vazhdim i projektit të urës së re mbi lumin Buna në zonën kufitare Shqipëri-Malizi. Ai do të lidhë urën mbi lumin Buna me rrugën nacionale Shkodër-Velipoj, pikën e kalimit kufitar dhe infrastrukturën ndihmëse. E gjithë zona përfaqëson një potencial të madh turistik me destinacione të njohura si Shëngjini dhe Velipoja në anën shqiptare, me plazhet e paeksploruara por të mrekullueshme si Rana Hellun, Rjoll, me laguna, ishuj, kodra, parqe natyrore, lumenje të tjerë dhe Ulçini në Maltëzi, me plazhe të mrekullueshme të kripura dhe pasuri kulturore, thuaj ndër të tjera në procedurën e hapur në atë kohë. Rruga ekzistuese në të cilën shtrihej traseja rrugës së re është një rrugë rurale që lidh zonën përreth fshatit Pulej me Velipojën, duke e lidhur me rrugën Shkodër-Velipoj, shtohej mëtej duke përshkruar gjendjen e amortizuar të rrugës aktuale. Kontrata e lidhur është pjesë e projektit të 40 milion euro për infrastrukturën dhe turizmin në Shqipëri që financohet nga Bashkimi Evropian.